Miqtë e mi, ju përshëndes dhe ftoj sot në një episod të ri të programit Po Zot. Si adoleshente bëri një lutje të sinqertë. Nëse ka vërtet një Zot, dua që ti të më shfaqesh. E rritur në një familje ku një prind vinte nga një traditë muslimane dhe prindi tjetër nga një traditë katolike, në Shqipërinë sapo dal nga komunizmi, provoi të agjëronte në forma të ndryshme, me shpresë se ai do t'i shfaqej. Më pas në shkollë, dikush i ofron një broshurë me titull shumë intrigues për të. Kush është Perëndia? E lexon në një frymë dhe këtu mësoi për herë të parë për Jezusin. Por do t'ishte Krishtlindja e vitit 1994, kur shkoi për herë të parë në kishë. E prekur nga dashuria e drejtuesit të kishës, vendosi ta njihte më thellë Jezusin. E lexoi gjithë Biblën për 6 muaj dhe kur e ftoi në zemrën e saj Zotin Jezus që ju shfaq, ai e mbushi plot me gëzim dhe paqe, një paqe e papërshkrueshme me fjalë. Një zemër që shërben me përkushtim për gati 30 vite, duke përgatitur breza të tërë fëmijësh dhe të rinj që ta njohin Perëndin, atë Perëndi që nuk ka humbur kurrë. Ju ftoj sot të ndjekim rrëfimin e besimit të një jete të mbushur plot nga një Ati dashur dhe që u jep dhurata të mira fëmijëve të tij. Një jetë e jetuar me besim dhe bindje ndaj Perëndisë. Unë jam Lindita Beqiri, jam nga Burreli, punoj si gazetare në Mat Televizion prej 12 vitesh, por gjithashtu prej 30 vitesh kam besuar në Jezusin dhe vazhdoj të shërbej në kishën në Burrel. Jam e bekuar sepse babai im është pastori i kishës, por kjo nuk është se më ka lënë pas kranëve të babit. Unë gjithashtu bashkëpunoj bashkë me babin edhe bashkë me mamin dhe motrën. Ne punojmë së bashku për ta mbajtur kishën në Burrel, për të lartësuar emrin e Jezusit në një qytet të bukur, të vogël siç është qyteti im i dashur Burreli. Unë jam rritur në një familje që babi ishte me traditë muslimane, por kur nuk ishte shku në xhami. Mami ishte katolike, edhe në fakt kjo shikoj edhe pak si ka mundësi që një musliman ka marrë një katolik, por Zoti ka dashur kështu. Kështu që unë isha në gjimnaz, edhe në shkollë fillova të kërkoja, po thoja, a ka një Zot? Nëse ka një Zot, atëherë unë dua që ti të më shfaqesh. Në klasën time kishte vetëm musliman. Kështu që ishte koha e agjërimit, edhe mendova, unë jam duke kërku Zotin dhe do të agjëroj, si që agjëronin dhe ata. Pa njohuri, por me që pa agjëronin të gjithë, edhe unë për 30 ditë kam agjëruar. Dhe gjithë kohës, kur unë lutesha, thoja, nëse ti Allah, ose ti Muhammed, je Zoti, unë dua të më tregosh. Edhe me thënë drejtën, për 30 ditë nuk është se kishte ndonjë ndryshim. Pastaj rastisi që erdhi nëna nga ana e mamit, ne i themi Nandaja. Ajo ishte në prardi katolike. Ajo erdhi në shtëpi dhe mua më bëri përshtypje, pse ajo nuk po hante ushqimin njësoj si ne. Sepse ajo më tha jena me krezhmë. Edhe mendova, po çfarë janë krezhmët? Krezhmët janë 12 javë, në mos gaboj, që mbajnë kisha katolike, mbajnë përpara Pashkës. Kështu që unë thash, do ta provoj dhe këtë. Mbajta dhe krezhmën. Edhe pra po lutesha shënmëris, po lutesha në atë mënyrën se si kisha mësuar, por në fakt asgjë s'po ndodhte. Dhe rastësisht një ditë, një kohë të pushimit të gjatë në shkollë, dikush na afron ca libra të krishterë. Edhe bashkë me shoqen time mbaj mend që ngrindem kush ta marri, se vetëm ja ishte. E mora edhe më bëri shumë përshtypje. Kush është Perëndia, thoshte libri. E lexova, me thënë drejtën, e lexova me një frym. Pastaj thash, tani unë e mbarova për të lexuar, ishte fletush ke vogël, por thash do ta lexoj prapë, sepse dua të kuptoj çfarë ofron kjo fletush. Dhe ajo fliste për Jezusin. Në shtëpinë time, ne jemi 4 fëmijë, edhe jemi 2 motra edhe 2 vëllezër. Edhe vllai shkonte në kishë. Edhe ai gjithmonë, jo me mua, por me motrën, unë dëgjoja që ata flisin Jezusi. Edhe unë sa herë hapja derën e dhomës, i dëgjoja Jezusi, di shumë për Jezusin. Në fakt s'disha gjë fare. Por i dëgjoja ata kur flisin në shtëpi. Bëhet fjalë për në kohën që sapo kishim dalë nga komunizmi, ishim vitet 94, qyteti jon kishte shumë probleme, edhe tradita ishte shumë ndryshe sa që është sot,
Në atë kohë, kur kishte 2 vajza në gjimnaz, ishte shumë e vështirë dhe për prindrit. Kështu që babi, për të na mbrojtur, dhe nuk i vej faj, për të na mbrojtur nuk na lejonte që ne të dilnim jashtë, ose nëse do dilnim jashtë shtëpisë, ne do ishim gjithmonë të shoqëruar me një mashkull. Edhe kështu që unë shikoja vllajën që ai shkonte edhe kishte filluar të ndryshonte jetën e vet. Ishte shumë i lumtur, ishte shumë i bindur ndaj nesh. Dhe na bënte përshtypje si ka mundësi që tani ai ka ndryshuar nga një fëmijë që nuk bindej, është shumë i bindur, edhe gjithçka thotë po Jezusi, po Zoti, thotë po Jezusi në përshpi, Zoti në përshpi. Dhe rastësisht ishte për Krishtlindje 94-s. Vllai na fton ne që të shkojmë për të parë atë në një dramatizim që ai do bante. Edhe i thot babi në asnjë mënyrë, ne na musliman, ç'pun kemi atje ne. Por Zoti donte që Halla, e cila jeton në Kavaj, tashmë ajo ka pranuar Jezusin, ajo vjen për pushime në Burrel. Edhe kur na dëgjon ne që po flisnim, thot patjetër do shkoni në kish, dhe jo madje ju vetëm vajzat, po do shkoni si familje. Që babi u bën Hallës, e ne shkuam si familje për herë të parë në kish. Ata më lidheshin tek një sallë që ne kemi te muzeu. Unë nuk harroj kur, jam fut aty dhe kam bë kryq, duke menduar që është kish edhe duhet bëj kryq, sepse kështu kisha mësuar. Por kur futëm aty brenda kishte shumë të rinj, kishte mosha të ndryshme. Çfarë më ka prekur shumë ishte mënyra se si ata erdhen mu afruan, edhe më ofruan shumë dashuri. Më folën me emër, unë nuk i njeh ata, por ata më folën me emër, edhe po na drejtonin se ku duhet të uleshim dhe gjithkohës me shumë dashuri. Tani, pse u preka unë nga kjo? Sepse unë isha një person që nuk kisha sociale fare. Kisha një ose 2 shoqe, por më shumë shoqja ime ngushtë ishte motra. Nuk kishim jetë sociale jashtë, i thash për shkak të kohës atij. Edhe kjo më bëri shumë përshtypje. Pastaj u kthyem në shtëpi dhe po flisnim me shumë dashuri për çfarë kishte ndodhur. Dhe pastaj kishim një misionare nga Brazili, sepse kisha jon ishte mbjell nga brazilian, të cilët kanë bërë një punë fantastike në Burrel, duke menduar që në atë kohë njerëzit ishin të etur vetëm për fjalën e Zotit, por edhe nga ana ekonomike. Dhe ata kanë qenë shumë bekim. Ajo ishte Sueli, edhe ajo filloi të vinte në shtëpinë tonë. Më vonë ajo tregoi që kur ju pash 2 vajza, thash këto 2 vajza dua për Krishtin. Kështu që ai vazhdoi të këmbgulte. Ajo fliste jo shumë mirë shqip, edhe kjo më bënte që edhe të bëja shaka me të. Edhe vazhdoi të vinte në shtëpi dhe filloi të këmbgulte, duke thënë babit, do më japësh gocat, do më japësh gocat. Dhe babi në minutën e fundit thoshte gjithkohës jo, nuk keni për shkuën kish. Minutë fundit thoshte, okay, edhe këtë herë shkoni. Pastaj ne filluam, kur ne shkonim në kish, unë dëgjoja pastorin që çdo herë thoshte kush do me pranu Jezusin. Edhe kisha dalë disa herë aty përpara. Por jo, e kisha thënë po, unë besoj në Jezusin, po asgjë nuk ishte ndodhur. Fillova të lexoja Biblën, sepse isha shumë tip që nuk besoja pastorin, por doja që ato që thoshte ai ti konfirmoja diku. Dhe nuk pranoj dot gjërat nëse vetë nuk i konfirmoj përpara. Kështu që vendosa do studioj Biblën, edhe për 6 muaj në fakt unë e kisha mbaruar komplet Biblën. Edhe mbaj mend që ka qenë data 25 qershor në 95-ën që ishim në kish dhe pastori thot, kush ka dëshirë të pranoj Jezusin? Edhe kam thënë, o Zoti Jezus, a je vërtet ti? Apo unë akoma s'kam gjetur Zotin? Unë do ngrihem sot aty përpara, por unë dua që ti të bësh një mrekulli, dua të tregosh veten. Nëse është vërtet që ti ekziston, ma trego. Unë s'po të tregoj se si, po ma trego. Dola përpara, bëra lutjen njësoj si që kisha bërë përpara, po kur ula, si kur diçka e madhe, më kishte hequr një barë që unë kisha në shpinë. Unë do ta them fjalën që unë ndjeva shumë paqe, por nuk mund ta përshkruaj dot se çfarë ndjeva. Por di që një gëzim i papam, një paqe që nuk mund ta përshkruash dot, më pushtoi. E unë e kuptova që Jezusi ishte vërtet Zoti. E thash, Zoti më tregove, e unë do të ndjej këtë. Pastaj vazhdoja rruga e Kalvarit, unë të me shaka me motrën, rruga e Kalvarit, sepse babi nuk pranonte që ne të shkonim në kish. Dhe çfarë bënim ne? Kur ai nuk na lejonte, ne nuk i kishim mësuar mirë këngët. Por te dhoma, shkonim aty, merrnim Biblën, edhe lexonim fjalën, këndonim disa këngë e thonim mbaroi takimi. Domethënë bënim atë mini takimin e vogël. Pastaj kishte raste kur
motra kom gulte, dhe i thoshte babit, unë do ikin kish, edhe babi thoshte, nuk do shkoni, është e fundit, edhe thoshte gjithmonë, motra ka qenë më e fortë se unë në karakter, edhe kom gulsa, dhe thoshte, bab, ti do na vrasësh mishin, po shpirtin e kena dhënë Zotit. Edhe babi thoshte minutën e fundit, thoshte, okay, e fundit herë, shkoni. Dhe mbaj mend që për të shkuar te kisha nga shtëpia jona duhet 10 minuta. Ne bënim 3-4 minuta. Nuk e di se si fluturonim për me ikë të shërbesa. Edhe për ne ka qenë pak e vështirë kur një ditë kena pa mamin e babin të kisha. Tha mos, do na turpëroj babi tani, si gjithë do na nxjerri për jashta. Por jo, ishte koha kur Zoti po thirrte babin dhe mamin. Edhe mbaj mend që ne luteshim shumë, filluam të luteshim. Nuk dinim shumë, por më aq sa dinim, filluam të luteshim. Edhe ishte fundi 95-s kur pastori më thotë, shiko, unë kam parë që ti ke një zemër për Zotin, a ke dëshirë të shkosh në shkollë biblike? Edhe kam thënë, po, patjetër kam shumë dëshirë për me shku në shkollë biblike, por mundësit nuk ishin. Edhe pastori thotë, mos u mërzit, Zoti do siguroj, nëse Zoti do që ti t'jesh atje, ai do të siguroj të ardhurat për ty. Edhe unë fola me babin. Babi tha, nuk ka mundësi, sepse ne nuk kemi financën. Sepse ne ishim 4 fëmijë, vetëm babi punonte, nuk ka qenë shumë e lehtë. Edhe ajo koha vetë ishte 95-ën, nuk çfarë mund të prisje. Edhe pastori foli me babin i tha, mos u mërzit, sepse Zoti do siguroj. Edhe unë mbaj mend shumë mirë, atë ka qenë mars, kur unë kam marrë në shkollën biblike në DTS, të rinë në emision. Në fakt, unë kam dëshirë të tregoj çfarë unë kam parë një ëndër, edhe ëndra ishte shumë e bukur, nuk i kuptoja shumë ëndrat e vizionet në atë kohë, sepse asnjë vit nuk kisha në Zotin. Por mbaj mend që pash një ëndër sikur po binte bor jashtë. E ndërsa po binte bor, u tha mamit, "O ma, po bie bor, mamit, po bor po bie." Edhe pash një dorë të zjantur. Edhe ajo dora filloi, unë po gjëja me to bora, ai po më gjuante me to bore. I thash, "O ma, po loz me Zotin." Edhe mami, "Mirë, po luaj." Domethënë në ëndër kjo. Pastaj nga pash që mu dha një kavanoz, ishte me krip. Edhe mu zjatë më tha, kjo është për ty, të duhet në shkollë. E mora, nuk e dija, se qa ishte, e ndave vetë me motrën, sepse unë bashkë me motrën shkem shumë mirë me njëra tjetrën. Edhe vazhdova të shkolla në shkollë. Atje Zoti më ka ndryshuar shumë. Edhe kur unë kam qenë në shkollë, kam dëgjuar pastaj që Zoti po na drejtonte shumë në mënyrë shumë madhështore. Një tjetër gjë që Zoti më tregoi atje ishte që ose unë lutesha për familjen. Edhe Zoti më tregoi që shiko, familja jote do jetë e shpëtuar. Edhe në fakt unë kam parë në mes qytetit, pash një tavolinë të madhe, ishin dhja që ishte Jezusi me dishepujt dhe familja ime ishte aty. Të nesmeren, pastori ka ardhur dhe ka thënë, babi ka pranuar Jezusin. Për mua ishte madhështore fare, sepse unë e di kur të kthehem, gjë që do kisha më shumë problem do ishte babi. Por në fakt kur unë u ktheva në Burrel, u ktheva e bekuar, sepse mami dhe babi kishin pranuar Jezusin. Edhe në pat vit u pagzuam, edhe vazhduam të ndiqnim Zotin. Kisha unë thash ishte kish baptiste, dhe në atë kohë nuk është se lejonin vajzat të predikonin në kish. Por pastori më thotë, shiko Lindita, unë kam dëshirë që ti të predikosh. Kështu që kam predikuar për herë parë në 96-ën. Edhe ishte pikërisht në atë kohë kur Zoti më foli përsëri, filloi të fliste. Unë them Zoti, po në fakt unë nuk jam ndërtuar kur Zot, jam ndërtuar gjithmonë babi Zoti, sepse ashtu e kam kriju marrëdhënien me të. Unë e shikoj atë si babi. Si kur më ndreq, ose më bekon, më kritikon, kur më flet, unë gjithmonë edhe në lutje them babi Zoti. Tash më bën 30 vite, unë prap babi Zoti. So, kjo është dashuria që unë kam për të. Për mua është babi. Edhe babi Zoti ndan prap zemrën e tij me mua, duke thënë që unë së shpejti kishën do ja dorëzoj shqiptarëve. Po bënte fjalë 96-ën. Edhe thash, tani po e teproj, kjo është vetja ime, se s'ka mundësi. Por në fakt ne dim çfarë ndodhi në 97-ën. Që misionarët u larguan, edhe që në 97-ën unë së bashku me 3 të tjerë kemi drejtuar kishën në Burrel. Unë e falenderoj pa mas Zotin, sepse në atë kohë kur kishte plumba, ne kur nuk e mbyllëm të dielën. Ne çdo të diel ishim aty. Edhe kur qyteti ishte borë si ko lufte, kisha asnjëherë nuk u mbyll. Ne çdo dielën shkonim në kish. Jo vetëm kaq, por edhe shtëpia jonë ne kishim një dhomë të vogël, edhe ishte dhoma ku ne do mbledhnim të rinjt edhe fëmijët e pallatit. Tash nuk do se dinim shumë, por ama me ca këngë, me ca vargje, i përgatnisnim me drama.
që unë shkruaja vetë, sepse më pëlqen shumë të shkruaj, edhe falenderoj Zotin për këtë, edhe shkruaja dramat, dramatizime të ndryshme që ne bënim për festa. Deri në 98-ën, pastaj 98-ën ata ishin 3 djem, ata u larguan nga qyteti, për arsyet e tyre, kështu që unë vazhdova të drejtoja. Mbaj mend që ne po luteshim te shtëpia. Edhe po na kishte kap një mall për vllajin, ai nuk ndodhej për momentin në Burrel. Edhe po luteshim, po thonim o Zot, bekoje kështu edhe. Vjen një vajzë e kishës, ishte ora 8:30 e darkës, bashkë me babain e saj. Edhe e thot, unë nuk iki në shtëpi pa taku Lili dhe Gentën. Ne na thon të dyja, nga që për shkurt më thasin Lili, motra ka Gentiane, thrasin Genta, edhe gjithë fëmijët na thoshin Lili Genta, mendonin që ishte një emër. Eto nuk ikin në shtëpi pa takuar ata. Ata vinë e dalin për të takuar, dhe pikërisht në ato momente ndodh që komshiut lart i vendosin tritolin, edhe ne ishim kati parë. Dhe gjithë pesha, gjithë shembja ra tek ne. Dhe pikërisht sipër ishte mamit e dera, edhe i ka ra komplet mamit. Po mami thot që unë ndjeva një dorë që më mbajti, sepse nuk kishte as gjakosje, as vras, nuk u vra në trup. Ne ishim gjithë të dera, nëse do ishim brenda, gjithë presioni është fut brenda shtëpisë. E ne do kishim vdekur, nuk do ishim sot këtu ku jemi. Nuk mund të harrojmë dot atë lloj ngjarje që ndodhi, por që dora e Zotit ishte me ne. Tham që ishim fëmijë, edhe po shkonim në kish në 97-ën. Mbaj mend që gjatë kohës që po predikonim, erdhi një grup, po erdhi me kallash. Domethënë nuk erdhi me lule, po erdhi me kallash në kish. Pak sa pash, u tremba, por thash o Zot, duam të shikojmë dorën tante që vepron. Duam që ti do të tregosh që ti je me ne. Kështu që kisha nuk reagoj fare, ata erdhën, babi shkoi të takoj. I tha mirë se erdhët, edhe ata pan njëri tjetrin, thonë duke qesh, nejtën pak edhe ikën. Në fakt kishin ardhur për të bërë një rëmuj, se morën vesh më vonë që kishin ardhur për të marrë një vajzë. Por që ata kishin ardhur edhe thanë që në shkum atje, por nuk munde me bë dot asgjë. Edhe ne dim që ka qenë prezenca e Zotit, shumë herë të tjera që ne kemi parë dorën e Zotit në atë kohë. Kanë qenë kohë shumë vështira, sepse ti kishe frikë me dal, edhe jo më të dilje në qytet, edhe ti e dije që kishe mbrojtjen e Zotit me vete. Dhe ti e dije këtë gjë, nuk kishe nevojë që të ta thonin të tjerët. Ti thjesht e ndjeje prezencën e Zotit. E ndjeje gjatë kohës që ti predikoje, gjatë kohës që ti flisje me njerëzit, gjatë kohës që njerëzit e pranonin atë. Një dhunti që Zoti më ka dhënë, unë besoj që e kam timen, është ungjillëzimi. Edhe kjo ka qenë, edhe pse 97-ën ishte vështirë. Ne fillon të kishim takimet në kish, edhe kishim te 400 fëmijë. Ne mblidhim 400 fëmijë së bashku me motrën, edhe ne bënim takime. Aty s'kishte as vend ku t'ulesh, Thanë që, kur i kujtoj tani, uleshim ose për tokë, ose kishim marrë ca dransa me tulla, edhe i kishim bërë si banka, le themi, si stola, që të mund të uleshin. Edhe kjo ishte ajo që Zoti po na thoshte që unë ju kam bajos, sepse unë kisha gjithmonë këtë pyetje në mendje. Zot, a jam unë, apo je ti që më ke zgjedhur për këtë gjëra? Nëse më ke zgjedhur, atë më konfirmo. Edhe kur ne shkonim në kishë, edhe kishim 400 fëmijë, edhe gjithë ishin kaq, nuk e di, të mbushur le them me frymën e Zotit, përdesa adhuronin, përdesa këndonin dhe ishin të lumtur, të pranonin të ishin dhe për tokë të ulur, e dishim që ishte konfirmim për Zotit. Duke qenë drejtuese, të paktën, unë si person thash djerë që dua shumë konfirmim. Edhe mbaj mend një herë që ishte ndiku për një konferencë, edhe isha nda vetë që po thoja, o Zot, unë jam vajzë, jam shumë e re, e pa pjekur në ty, apo imagjinoj unë që më ke thirrur me qenë pastori kishës, apo imagjinoj sepse nuk dua të vendos unë dua të vendosë të bëj planin tënd. Nëse unë po imagjinoj, të lutem a largo nga unë këtë gjë, sepse është e keqe. Edhe unë po lutesha, dhe vjen një burr, se as nuk e njeh, dhe sot e kësaj dite po ta shoh nuk është se e njoh, vjen dhe më thot, mos e shpërfill moshën tënde të re. Atë që të ka thirrë Zoti, pranoje dhe vazhdo. E pash, thot duke qesh,
Tha, nuk e di që përndo me jetën tënde, tha, por e ndjeva në Zotin që të vija të thoja këtë gjëra. I thash, faleminderit shumë, ke thënë fjalën e duhur, sepse atë po kërkoja. Edhe shpesh herë, kjo ka qenë që unë jo se jam dyshuese, por për shkak se di që do thotë kesh frikën e Zotit. Nuk mund të thuash që po e bëj këtë për Zotin, sepse njoja është frika. Kjo është parimi i parë që ne kemi. Të njohësh Perëndin do thotë ta kesh frikën. Jo frikë se të rreth, jo frikë se të vret, por sepse është i shenjtë, është i madhërisëm. Bibla tregon që ai ka këmbën e tij në tokë, toka është stoli i këmbës së tij. Imagjino që madhështie. Imagjino që gjithmonë kur ai shfaqet, nuk shfaqet me një formë, me forma nga më të ndryshmet. Domethënë është krijues, ai nuk thotë që ç'a do bëj tani, po ai thotë të bëhet, edhe pa pas asgjë vjen në ekzistencë. Kjo është frika e Zotit. Nuk është se të kam frikë se nuk do më hecin gjonat. Unë nuk kam frikë se s'më hecin gjërat, po kam frikë madhështinë e tij, lavdinë e tij. Ai është i kudo ndodhur. Edhe kjo ishin gjëra që unë i kisha frikë. Sepse që në fillim fare, njoja ime e parë me Perëndin ishte Bibla. Edhe nëse ti arrin të njohësh Biblën, ti nuk dëshiron të devijosh atë. Unë kur në jetën time nuk e kam marrë Biblën me gëshër dhe e kam pre. Më pëlqen shumë ky varg dhe ky vargu është vargu im. Jo, çdo varg është aty për një kohë të caktuar, për të inkurajuar ty, mua, apo dikë tjetër. Sot ai varg mund të më flasë për një situatë, nesër mund të më flasë si fare, por ama është aty për të inkurajuar. Edhe këtë kam parë gjithë jetën time. Ka pas ditë që kur jam ngritur në mëngjes e kam lexuar Biblën, edhe Zoti ka folur me një varg që mund ta kisha lexuar 100 herë, por ajo ditë ka qenë koha për ta marrë atë varg edhe për ta bërë pjesë të jetës time. Si e nis ditën unë? Dita ime nis në orën 6:30 që zgjohem nga gjumi, në 7 dera kishës është hapur, sepse ne jemi tani të bekuar, ka 10 vite që ne kemi ndërtesën tonë, edhe unë në orën 7 jam aty, për gjitha persona që vazhdojmë punë 8, atëherë 7 me 8 pa një qerek, kush ka dëshirë vit lutet, të lexoj Biblën, unë jam aty. Pastaj në orën 8, unë jam online me motrën time, 8 deri me 9, 9:30 varet, kemi lexim Bible edhe lutje. Por nuk ka gjë më madhështore kur ti e lexon Biblën edhe ti merr jetë aty. Sepse çfarë ndodh është kjo, kur ti rritesh me Zotin, çfarë po shikoj unë, është që ke edhe sfida më të mëdha. Sepse një generali nuk mund të jepet dot lufta që bën një ushtar. Por çfarë kemi vendosur bashkë me motrën, kemi thënë, kur them bashkë edhe me familjen. Zot, paktën në këtë periudhë ne themi, Zot, nëse është prej teje, unë e marr. Nëse s'është prej teje, qof mrekullia e botës, unë nuk e dua. Nuk dua asgjë që nuk është prej teje. Edhe ka raste që po na dhem shumë, sepse akoma nuk kemi arritur në gjërat që ne duam. Por kur unë lutem, unë nuk i drejtohem Zotit si babagjyshi. As nuk e shoh Zotin si gjindi i llampës, ka për ta bosë s'bo. Jo. Unë i them, po deshe ti e babi Zoti, unë kam nevojë për këtë gjë. Po deshe, do ta pranoj. Po s'deshe, s'ka gjë, sepse ti di më të mirën për mua. Edhe nuk mund të pranoj diçka që është e mirë, por që nuk është prej Zotit. A do punë kjo, do shumë punë, do shumë këmbgulje, dhe mbi të gjitha do bindje. Sepse ka gjëra shumë të lehta që ti mund t'i marrësh. Por nëse nuk ka bekimin e Zotit, kot lodhe ndërtuesit. Kështu thot Bibla. Dhe pastaj ku e kena pa në Bibël ne, që kemi një nga personazhet në Bibël që jeta e tij shkoi vaj. Jo, ne kemi aty Jozeun, kemi Jozefin, kemi Davidin, kemi Elian, që mas një mrekullie të madhe, ai shkoi dhe vajtoi përpara Zotit. Ma merr jetën, tha, le të themi depresion ishte. Por çfarë bëri ai? Ku e vendosi besimin ai? Edhe ai kishte frikë. Pra ma bënte vepra të mëdha në emër të Zotit. Kur ishte koha për ta vendosur Zotin të parin, ai e vendoste të parin. Pastaj edhe jeta e tij personale, patjetër që ne i demi njerëz do t'i kalojmë. Gjitha këto gjëra na janë dhënë jo kot, ka gjithmonë një arsye. Por varet se si ti e shikon. Sepse ai shikon sfidën dhe problemin që boll probleme kam, që du Zotin dhe të largohesh, apo thua, sa mirë që kam probleme, po kam në Zotin, që më vjen në ndihmë,
Se mos kesh Zotin, sa e vështirë do jetë. Edhe unë gjithmonë kështu i krajoj besimtarët, kur unë kam predikimin në kish, ne do kemi probleme. Po kur kemi probleme dhe kemi Zotin, ne kemi një zgjidhje. Sepse kemi në anën tonë atë që s'ka humbur kurrë. Ka dalë vetëm me fitore. Edhe unë është një kështu për shakat, them gjithmonë që Zoti e ka gjithmonë një plan rezerv. Edhe kurrë nuk dështon. Ka gjithmonë atë letrën e fundit. Ka gjithmonë okejn e fundit për ta vendosur në punë. Por a jemi ne gati me prit atë? Kjo do sfidë. Ka raste djerës, ka raste lot, edhe net pa gjumë, por kur del dielli dhe është dielli i Zotit, ngro më shumë se që do ngronte kur ishe pa Zotin. Unë ka 12 vite tashmë që punoj në televizion, por kur këto 12 vite, në orën 7 të darkës, unë jam live, por kur nuk e kam nisë atë edicion informativ, pa vendos dorën time duke thënë Zot, e dua bekimin tat. Më beko. Edhe pse live-et tonë di se i kam lexuar, i di shumë gjërat, nuk është se mund t'ja dalë pa Zotin. Mund t'ja dalë se i kam mësuar tashmë. Por nuk dua, sepse i kam thënë ti je ati im. Edhe unë dua që kur të ec, unë nuk du me lënë mrapa Zotin. Unë dua me ec një kohësisht. As tjeta i përpara unë t'jem du lodh. Por t'jemi një kohësisht duke ec, ose që ka thënë Jezusi. Dhe ec bashkë me ty. Unë gjithashtu punoj në një kompani mode, ku unë punoj me dizajnin, edhe me kompjuter. Por gjë e parë që unë kur shkoj atje, u them që shiko, ata e din që unë jam e krishter, edhe nëse ata më pyesin mua, si duket kjo gjë, u kam thënë, nëse doni të vërtetën, më pyesni, sepse unë do ta them vërtetën. Nëse është keq, edhe ju doni që të themi është mirë, mos më pyesni se nuk e them. Edhe tani edhe klientët e dinë të pyesim Lili nëse e thot vërtetën. Edhe kjo është gjë që ne na dallon nga të tjerët, sepse ne duhet të jemi të vërtetë, jo vetëm në kish. Unë nuk jam e shenjtë, se nuk kemi të shenjtë, vetëm kur jam të dielën. Por në gjatë gjithë javës, unë përpiqem që nëpërmjet jetës time të paraqes Jezusin, sepse është shumë e rëndësishme kjo gjë. Edhe unë kam shumë qef, kur dalë në rrugë thëtë, kjo vajza kishës. Më pëlqen më shumë kur thonë vajza kishës se sa jo gazetarja. Sepse kështu tregoj që unë i përkas Jezusit. Edhe jam shumë e lumtur në fakt në këto 30 vite që kam shërbyer Zotit, edhe vazhdoj të shërbej. Habitem pse më zgjodhi, por jam e kënaqur që më ka zgjedhur. Një gjë që ka qenë bekim për ne ka qenë se ne jemi si familje. Edhe duke qenë familje, ne na ka mbajtur shumë. Edhe është bekim për Zotit vërtet. Shumë njerëz thonë, po ju jeni familje. Duke qenë familje, jemi më të bekuar. Sepse nëse unë kam një problem, vjen motra me jep krahun. Nëse babi ka nevojë për diçka, është mami. Nëse kemi diçka si familje, jemi së bashku. Edhe unë besoj që është më e fuqishme kur jeni si familje. Jo vetëm duke drejtuar kishën, por si familje e krishter në një qytet që nuk është i krishter. Një qytet ku ka sfidat e veta, ka problemet e veta, hallet e veta. Edhe ne përpiqemi gjithmonë, jo të themi që jemi të krishter, por jemi të krishter dhe bëjmë si samaritani mirë. Duke ardhur në ndihmë aq sa kemi, se nuk është se kemi shumë, po aq sa kemi, përpiqemi t'i vendosim në ndihmë të komunitetit, në ndihmë të njerëzve që kemi rrotull. Edhe për ne është shumë bekim kur njerëzit vinë edhe që e parë që bën kur vinë në kish, janë shumë të lumtur. Ti shikosh kur ata futen në kish, i shikon me fytyra të qeshura. Edhe kur ti shikon pastaj që ata janë duke të dëgjuar ty gjatë kohës që ti predikon, për ne është gjëja më e mrekullueshme. Sepse kështu vjen dëgjimi, kështu vjen besimi, duke dëgjuar. Nëse ata s'do kenë mundësi me dëgju, nëse veshët tyre do jenë të mbyllur, çfarë do ndodh pastaj? Por një gjë që kemi kuptuar me motrën në kohën e mëngjesit që ne lutemi, është që ne po kërkojmë shumë që Zoti të hap veshët e njerëzve. Edhe këtë kam marrë shkas nga një djalë i kishës, i cili vjen dhe më thotë që vinte ama e tij në kish. E thash, po pse s'ka mami më në kish? Sepse ata vjen por nuk kupton asgjë. Edhe kam kuptuar, okay. Ka veshët e mbyllura, atëherë ne duhet lutemi për veshët e mbyllur. Duhet që ti kërkojmë Zotit t'i hapë veshët e njerëzve. Zoti ta prek mendin e njeriut, zemrën e njeriut. Sepse sado që ti do flasësh, nëse zemrat nuk janë të hapura, është tokë që nuk mund ta punosh dot.
Mbaj mend që kur ishim nëse të kthehemi përsëri, kur ishim kishën me ndërtesën me qira, edhe shikoj babi që ishte shumë i tensionuar. E them, "Çka kjo ba?" Thot, "Duhet lajm qiran e kishës, edhe nuk kemi fare të mundësi, thot, nuk jam ledhe dhjeta." Tash baba, çfarë mërzitesh ti? Është punë e Zotit kjo. Është shtëpia e Zotit, Zoti do siguroj. Dhe babi thot, je vogël ti, nuk i di ca gjona, por nesër kur të vi ai se t'ja bëjmë ne. Tash baba, mos u mërzit, Zoti do siguroj. Edhe të nesër në mëngjes na marrin telefon një pastor nga Tirana dhe thot, "Kam ardhur në Burrel, dua të vi te kisha." E thot babi, "Mirë se erdhe." Ne si familje, babi na ka mësuar shumë që të jemi shumë bujar. Edhe kjo jo se po e them unë, por e di që kur njerëzit vinë dhe na takojnë, e shprehin këtë gjë dhe na e thonë. Edhe babi thot, "Hajde, ato shprehjen e mbetur tani bujrum. Mirë se të vish." Edhe ai erdhi, edhe tha, pasi piu kafen, tha, "Unë kam një zarf, tha, por nuk e kam për familjen tuaj." Dhe babi thot, "E di, thot, ke një zarf për kishën që është fiks kaq lek." Dhe thot, "Po ti ka e di, thot, sepse ne jemi lutur mbrom për këtë zarf. Kështu që faleminderit Zotit që ti ka ardhur, edhe që Zoti ka siguru këtë gjë." Një tjetër dëshmi është që unë po lexoja Biblën, edhe po lexoja pikërisht e Elia, edhe ishte historia kur Zoti thot Elias do shkoj se e grua e vejush, edhe ajo do gatuaj për ty. Ajo s'kishte për vete. Edhe Zoti siguroi për atë. Edhe unë thash, "Po Zot, ti do sigurosh për ne." Dhe shkoj me ata, edhe shikoj mamin dhe motrën që po gatuanin, unë nuk e dija në fakt, ata po gatuanin orizin e fundit. Edhe po flisin çfarë do bëjmë nesër, sepse nesër ne prisnim të paktën 20 vet nga një organizatë që do vinte për ungjillëzim për 10 ditë e kisha jon. Por ata kur vinin, për shkak se ne nuk kishim ndërtesën, ata rrinin ca të ne ose të familjet e besimtarëve. Kjo ka qenë gjë shumë e bukur. Kurse tani njerëzit kanë filluar të largohen, nuk janë më bujar nëpër shtëpi, kjo ka qenë shumë gjë e bukur. Kur vinin njerëz në shtëpinë tate, ti e ndajë dhomën tate me të tjerë, me të drejtën ka fut na marr malli. Merr malli për këtë pjesë. Kështu që i them, ata po flisin, "Bo, çfarë do bëjmë për nesër? Kemi 20 vet, çfarë do gatuajmë?" Edhe unë shkoj dhe them, "Mos u mërzisni. Kështu ka thënë Zoti në Bibël." Pan të dyja. A ishte lexuar Biblën, thanë? Po mirë. Tash unë e besoj këtë gjë dhe e shpalli, thash, kjo gjë do të ndodh. Dhe nesër kur vjen grupi, edhe i themi ne, "Okej, çfarë do bëhet?" Po ndanim planet dhe ata thonë, "Shiko, ne duam disa persona të rrim në shtëpinë tuaj dhe keni dëshirë që ju të hani 10 ditë bashkë me ne do sigurojmë për juve?" Edhe kjo ishte çfarë ne ishim lutur një ditë përpara. Edhe i them, "Faleminderit shumë, ne e dinim që dje që Zoti do siguronte për ne." Edhe tregova pastaj çfarë Zoti kishte folur nëpërmjet Biblës. E kemi shumë histori të tjera. Mbaj mend një herë tjetër që ishim në shtëpi, unë kam mbaruar dhe Institutin Biblik Shqiptar, edhe ndërsa isha atje, në kohën e lutjes, unë kisha nda me miqtë e mi, që babi ishte pa punë edhe po thoya që të luteshim, se babai im ka punuar në uzinën ferrokromit, por shpesh herë ajo shkputej. Por gjatë kohës që shkputej, pa punë, imagjino dhe të ardhurat paksoheshin. Edhe unë kisha nda këtë gjë. Kishim një grup nga Anglia, ishim 5 vetë huaj ata, edhe ne, ka dar Zoti 5 ishim dhe ne, edhe po hanim, ishim vërtet, po tregonim atyre që ne ishim të lumtur që i kishim aty, por nuk po i thonim atyre që shiko, nesër ne s'kena që me hongër. Ne kishim gatuar, me shumë dashuri për ta, si gjiponim për herë, edhe po gjithë ne po mendonim bo për nesër, në heshtje, po për nesër. Edhe di që mbje telefoni dhe të babit kërkon dikush. Edhe marr telefonin, ishte dikush nga Gjermania. A sot e kësaj dite ne nuk e dim kush është. Edhe më thot, "A je Lindita?" I thash, "Po." Thot, "Është vërtet që baba juaj është pa punë tani?" "Po." Dhe më fal, po pse do t'jap këtë informacion? Sepse Zoti na ka folur, edhe ne duam që nesër kemi dërguar disa lek në bankë të shko ti tërheqësh. Edhe ishin lek mjaftueshëm për kohën që do ishim bashkë me ta. Edhe ishte tjetër mënyrë si Zoti po siguronte. Ne mund të kishim zgjedhur të thonim atyre, ishin anglez, ne i mësu që të hujt kanë lek. Në fakt nuk është e vërtet, po të paktën kështu kur shikojmë të hujt, i shikojmë si dollarit e Syrisë, se Tommy Jerry dikur. Ne mund të thonim atyre, shikoj, ne kemi nevojë për ndihmë. Ne nuk e zgjodhëm rrugën e lehtë. Ne zgjodhëm të besojmë Zotit. Sepse duke besuar ti rritesh në të. Duke besuar ti edhe ai kënaqet. Që thot ja, është vërtet bia ime, biri im, që më duan në çdo lloj pjese. Edhe kur nuk e kam parë Zotin si thashë përpara, si diçka, ai duhet mi plotësoj gjërat mos e s'bën. Kur nuk e kam parë kështu.
E kam parë gjithmonë si një atë, që kur kam pas nevojë, ai ka vepruar. Një herë tjetër ka qenë viti 2007 ndoshta 17, nuk e mbaj mend shumë mirë si vit. Por di që kishim grupin e adhurimit, edhe grupi i adhurimit rastisi shtatori që do iknin të gjithë nëpër shkolla. Motra ime do shkonte për studime në Angli. Dy të tjerë që ishin me kitarën dhe ata ikën në shkollë të lartë. E thash, babi zoti, po tani unë s'di ç'a të bëj unë tani. Edhe ishte java e ditëlindjes time, unë kam lindur në tetor. E thash, po jam pak si llastic, babi zoti thash, du një dhuratë prej teje këtë herë. Çfarë të duash, po e du një dhuratë prej teje. Edhe unë vjen një djalë i kishës, them, okay, marr kitarën të dora. Kisha provu në shkollë për 3 vite, vetëm mbretër kisha mësu, vetëm se ka vetëm 2 akorde. Mora kitarën, thash, hajde vazhdojmë të lutemi, të këndojmë. Fillova unë me kitarë, duke rënë, vazhdova gjithat javën, mësova 10 këngë. Shkoj të dielën në kishë dhe them këtë kisha, wow, të t'i bish kitarës, po, i thash, sot në adhurim jeni me mua, do keni pak durimi, thash, se sa e kam mësu. Dhe kur unë dola atje përpara dhe po thoja po luteshim, Zoti më ka kujtuar, çfarë më kërkove për ditëlindje? Kjo është dhurata ime. Kështu që unë kam mësu kitarën vetëm mrekullisht për Zotit. Edhe sa herë që e marr më kujtohet kjo gjë, nuk mund të mos e tregoj. Që shiko ç'a bëri Zoti. Ndoshta për të tjerët më duket çudi, për mua është dëshmi. Unë them edhe të tjerëve, shikoj, mund mos e besoni Biblën, por dëshmisë time s'keni çfarë të thoni. Sepse është përjetimi im, është dashuria ime, është jeta ime, është mundi, djersa, lutja ime. Është ajo që është e vërtet. Edhe sa të tjera që Zoti ka siguru. Kur ne morëm, po luteshim Zotit për 20 vite për ndërtesën. Edhe me thënë drejtën nuk kishim as të ardhurat e kisha. Nuk e ve faj sepse njerëzit nuk kanë mundësi. Edhe nuk mund të kërkojmë për tej. Edhe po unë falenderoj Zotin sepse unë përpiqem të bëj 2 punë, që njëra nga rrogat e mia të mund të mbaj kishën, të mund të mbaj ato udhëtimet që pastori me bashortën bën, ose të mbaj rregullimet e kishës. Edhe mbaj mend që po thonim, okay, do kemi kishën, edhe Zoti na tha, do ta keni ndërtesën. Edhe na e tregoi madje. Dhe kërkuam për tokën. Kudo që ne shkonim, po më dukeshin sikur dyert po mbylleshin. Por pastaj pam një vizion, mami pa një vizion, edhe pikërisht në atë vend që mami pa vizionin, pa një kryq të madh, aty ne shkuam, edhe ishte vërtet toka, ishte bosh. Kudo kishte ndërtesa, vetëm ajo pjesë ishte bosh. Edhe tham, okay, kjo është toka dhe shkuam fillom të luteshim. Kishim vetëm 30.000 lekë të vjetra në arkën e kishës. Pastaj Zoti ka siguru të ardhurat për ndërtesën, nga Hope for Albania, nga miqtan holandez, që janë vërtet bekim i madh. Ata nuk janë bekim vetëm për ne, ata kanë qenë bekim për gjithë Shqipërinë dhe vazhdojnë të jenë. Zoti i bekoft. Edhe ata siguruan gjithçka, tokën, edhe ne nuk kishim një ndërtesë vogël, ne kemi ndërtesë shumë të madhe tani. Për shembull, kemi një 2 lymë, më duket që është e gjithë ajo toka që ne kemi. Ata ndërtuan kishën, edhe për disa ishte, po është rrase. Unë mbaj mend që kur dikush tha, po kish prej druri, shtomoj pak turit i thash, di si është puna. Është për vërtet prej druri. Po nëse unë du me heq, mund ta spostoj me çuën vend tjetër. Kurse ndërtesat prej guri, ku do t'i çoshti? Por mbaj mend që kishim Krishtlindjen. Edhe çdo Krishtlindje ne kemi pasur nga bashkia, që vinë edhe na nderojnë me prezencën e tyre, dhe vjen kryetari i bashkisë, ish kryetari, edhe vjen dhe thotë, Lindita, di thotë që ky vend këtu para 100 vitesh ka qenë kish? E kisha dëgjuar në fakt, që vendi ku ne jemi ka qenë kish përpara komunizmit. Ai tha, po, edhe kisha katolike, ka qenë pronë e kishës katolike. Edhe kur është kisha katolike do të bëjë kishën në Burrel, edhe ata kanë thënë, shiko, kjo tokë është e tyre, ne nuk do t'ja marrim. Edhe ata po lavdrojnë Jezusin. Kështu që e ka lënë si amanet, sepse ai ka ndruar jetën e prifti. Ka thënë, ndërtojni ku të doni, po jo në atë vend ku janë ata të ungjillorët. Sepse dhe ata po adhurojnë Zotin. Dhe kemi shumë ardhënie të mira edhe me kishën katolike gjithashtu. Dhe Zoti siguroi me 30.000 lekë të vjetra, që fal nuk dalin as për një kafe. Ne kemi një ndërtesë fantastike, kemi një vend fantastik, vetëm e vetëm, sepse ne ja besuam Zotit. Ne nuk kishim se të merrim borxhe ne, ose mund të merrim lekë nga familja jonë. Jo, ishte shtëpia e Zotit dhe Zoti siguron për veten e tij. Pastaj kemi pas shumë mrekullira që kanë ndodhur në kishë. Kishim një vajzë, grua, e cila pas lindjes,
psoj problem, nuk mund të ecte, edhe ne u lutëm edhe ajo vazhdoi të vinte kish, dhe pastaj ajo filloi të ecë. Edhe këtë ka bërë Zoti në kishën e Burrelit. Një ditë tjetër thash, unë shkoj shumë herët në kish aty, edhe kur jam vetëm, rri jashtë, ose rregulloj kopshtin, ose kujdesem për të. Edhe një grua bashkë me vajzën e vet po kalonin aty dhe më pyesin, a di gjë ku është një grua këtu thanë që bën mrekullira të lagja jonë, thash, nuk e kuptova dhe më thuaj, tha kam gocën smur, tha do dua të shkoj atje. Thash, hajde brenda. Tha jo, tha nuk do shkoj te ju, hajde brenda, thash bëjmë çik muhabet. Edhe e ftova brenda. E thash, ma shpjego pak, tha kam gocën ka 6 muaj me dhimbje koke. Tha dhe çfarë ka ndodhur është që doktorët kanë thënë ne nuk dim çka ka. Tha të kam dëgjuar që në Burrel është një grua. I thash po mirë, po sikur them unë që është një burr që mund të bëjë mrekullira. Po sikur them që është Jezusi ai që kujdeset për ne. E them pa çuditshëm vërteta, po I thash po ne do lutemi tani. Unë nuk e kam në dorë për të bërë, por Jezusi që unë I besoj, ai do të bëjë një mrekulli. U lutëm, edhe sot e kësaj dite, që kanë kaluar 5-6 vite, ajo nuk ka pas me probleme dhimbje koke. Dhe ajo vinte nga fshanti, vinte në kish. Dhe vetëm ajo, po filloi të ftonte pastaj edhe njerëz të tjerë. Edhe ne lutemi shumë që ai vend të jetë vendi ku njerëzit takojnë Zotin. Edhe kënaqem kur njerëzit vinë thonë, "Oh, ka diçka ndryshe këtu." Edhe unë e motra e dim që është ndryshe, sepse është fryma e Zotit aty. Pastaj ne bëjmë të takime të ndryshme që ne bëjmë. Kemi ftuar dhe poetët, bëjmë takime të ndryshme ose takojmë me dreka, me vajza të ndryshme, që nuk janë krishterë, por që ne I ftojmë që të kemi mundësi për të ndarë ungjillin me ta. A kemi sfida? Kemi shumë, sepse ne ku na ikin nga Burreli, ne na ikin me familje. Edhe largohen ose në Tiranë ose jashtë shtetit, por na dhëmb. Edhe mbaj mend që Zoti më tha një herë, sepse u mërzita shumë. O babi Zoti thash, unë po I rrisim njerëzit, edhe kur mendojmë që ata janë gati për të na ardhur në ndihmë, ata largohen. Edhe babi Zoti më ka thënë, unë të kam vendosur aty si puna sa e rosës, që për ato zogjtë e vegjël, po kur ata të jenë gati, ti do t'i lesh. Rëndësishme është që ata ndjekin Zotin. Dhe kjo është gjë më e bukur që mund të përjetosh, kur ti shkon diku edhe ose ata të shkruajnë dhe të falenderojnë që nëpërmjet nesh kanë dëgjuar për Jezusin. Dhe kjo është gjë më e bukur që udhëtimi I tyre vazhdon, ndoshta nuk është aty ku unë doja që të isha, që ata të ishin me ne, por kudo që ata janë me Jezusin. Dhe kjo është gjë më e bukur që mund të kesh. Nëse ke dëshirë për ta njohur Zotin, Bibla thot vetë, kush më kërkon do më gjej. Nëse dëshiron ta njohësh Zotin, jo si Zoti I plotësimit të nevojave tuaja, por si një Zot që ashtu siç ai është, I kudo ndodhur, plot fuqishëm, krijuesi yt, që ai çfarë ofron thot unë të jap shpëtimin nëpërmjet Jezusit. Jezusi është rruga për të ardhur tek unë. Dhe kush ka Jezusin, do ketë pastaj gjërat e tjera. Bibla thot që në fillim fare ne duhet ta njohim atë. Dhe ne duhet jemi gati për të hapur zemrën, për të thënë po Jezus, unë dua të njoh ty, dua të njoh në plotësinë tënde. Nuk dua të njoh ty vetëm kur ti më bën që unë të jem e lumtur. Po edhe kur të jem e mërzitur, dua të njoh ty. Një tjetër histori shumë e këndshme është që unë bashkë me motrën, po kalonin një periudhë jo të mirë, edhe ishim mërzitur shumë, edhe I them, "Okay, le të shkojmë diku tjetër për të pirë një kafe." Hypëm makinë, u nisëm dhe po çanim hallet. Edhe për një moment, tha o Zot, të lutem, ne nuk jena bosh, s'kemi gëzim. Edhe ndoshta duket çudi, por për një herë Zoti na ka mbushur me një gëzim dhe kemi filluar të qeshim për një gjë, shumë koti, por që Zoti ka kthy gjithë atë hidhërim në një gëzim të papar. E ne po thonim, ja, kjo është nëse ti e lejon Zotin, që të jetë pjesë e udhëtimit tënd. Ai edhe hidhërimi do ta kthejë në gëzim. Nuk është se ne zgjodhëm problemin, akoma nuk është zgjidhur problemi, le themi, por gëzimi dhe paqja që Zoti na jep, ja te I kalon çdo lloj gjëje. Nëse jam në Zotin, unë nuk jam sepse dua të bëj me pasur. Unë dua të bëj me pasur në Zotin. Dua të kem frymën e Zotit që të më drejtoj. Dua të dëgjoj atë kur thotë shiko, kjo nuk bën. Edhe kjo bën. Kjo është gjëja më e bukur që mund të ndodhë në jetën tënde, kur ti njeh zërin e bariut tat dhe ti di ta dallosh atë.
Edhe kjo, çfarë ne duhet të bëjmë është që ta lejojmë atë të vinë në zemrën tonë e para, edhe mos ta fusim në kornizë. Sepse nëse ti thua, dua Zotin, po pastaj ca gjëra mendimet, ti po e kufizon atë. Dhe mos harrojmë që Zoti dhe pëshërëtimat e zemrës tonë i dëgjon. Prandaj thjesht duhet jemi të hapur, të themi Zot, unë e besoj, kam nevojë për ndihmë patjetër. Çdo ditë ne kemi nevojë për ndihmën e Zotit. Edhe pse un kam 30 vite në Zotin, ky vit më duket sikur, wow, se kisha njohur kaq mirë papi Zotin. Çdo ditë jemi duke u zgjuar, duke menduar ndryshe, duke shikuar ndryshe. Edhe gjëja që është më e mirë është që Zoti thotë, unë të jap gëzim edhe paqe atë që bota nuk ta jep. Marrëdhënia me Zotin është paqe, dashuri, gëzim, të cilët pasuria nuk t'i jep, miqt nuk t'i japin, por janë gjëra që ti ke brenda. Edhe kur mendoj që shikoj Jezusi thotë që unë do t'ju jap paqen, deri vonë nuk e kisha kuptuar ç'a ishte. Por tani që ku je në probleme, në halle, shqetësime, ke një lloj paqe, ti mendon ndryshe. Është si puna saj që ti nuk shef mirë, po kur vendos syzet, arrin të shikosh më qartë, po këtu pas ka qenë. Edhe për mua ndonjëherë Jezus, jo ndonjëherë, por Jezusi për mua është tamam high definitioni që kam nevojë ta vesh, edhe të shoh më mirë, ta shoh botën ashtu siç duhet me pa. Por thash jeta ime, dita ime nis me Zotin, edhe natën e fundit, kur them natën e mirë, unë jetoj me prindrit e mi, dhe prindrit gjithmonë më kanë llastuar, vinë më thon natën e mirë te dhoma ime. Por kënaqësia më e madhe për mua është kur unë i them natën e mirë njeriu të fundit që është Zoti. Edhe kur zgjohesh në mëngjes ose natën, është gjëja që ti direkt, automatikisht, ti nuk sforcohesh. Thjesht ndodh sepse ti ke bë pjesë jetës tande. Në fillim fare nuk e kuptoja, por mbrapa kam kuptuar që kur më thonin që Jezusi duhet ulet në fronin e zemrës tande, si tulet. Por kam kuptuar që çdo herë më shumë, në çdo sfidë, është si me vendos nga një këmbë karrikës, derisa karrika merr formën dhe Jezusi ulet aty ku i takon për të ulur. Dita ime nis bukur, sepse marr energji nga Perëndia. Kur më pyesin sa energji që ke, i them sepse shkova te burimi edhe piva. Po ku e morëm, thon? Është Jezusi që ma jep këtë kënaqësi. Mikesha jon na inkurajoi sot që ta njohim Perëndin për atë që ai është, jo thjesht si ai që ka fuqinë të plotësojë nevojat dhe dëshirat e tua. Një këshilluese e njohur ka thënë, Perëndia përgjigjet gjithmonë. Ndonjëherë përgjigjet po, ndonjëherë përgjigjet jo, dhe herë të tjera jo tani. Pritja nuk është kurrë e lehtë, por me Zotin asgjë nuk humbet. Perëndia punon në mënyrë të mrekullueshme, pikërisht atëherë kur ndihemi sikur kemi ngecur në vend dhe nuk kemi drejtim të qartë. Miku im, atëherë kur jeta mund të duket e heshtur dhe sikur asgjë nuk po lëviz, mos harro, Perëndia po të flet. Pritja në Zotin nuk është kurrë dënim, e nuk do të thotë se Zoti na ka harruar. Pritja në Zotin është përgatitje. Është koha kur Perëndia po sinkronizon hapat e tu me planin e tij të përsosur. Ndërsa presim, Zoti forcon besimin ton. Ai bën që syt tanë të kthehen tek ai në vend që të jenë të fokusuar tek përgjigja që po presim prej tij. Në heshtje, ai na mëson të besojmë tek ai, jo për atë që ai bën, por për atë që ai është. Tek libri Isaias në kapitullin 40 dhe në vargun 31 thuhet: Por ata që shpresojnë tek Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Miku im, Perëndia mund ta qetësojë stuhin tënde si askush tjetër. Ai ka përgjigje në çdo pyetje. Ai mund të t'jap një paqe që nuk e gjen dot askund tjetër. Deri në takimin ton të ardhshëm, lutem që ti besosh zemrës së Perëndis, edhe atëherë kur nuk po e shikon dorën e tij.